Prej 9 ditësh, 600 banor të Institutit Bujqësor në zonën e Kamzës janë pa energji elektrike. Sipas tyre, është e papranueshme që OSHE t'i dënojë në mënyrë kolektive, teksa nga ana tjetër, matësat e energjisë elektrike ndodhen në hyrjen e çdo kati dhe jo në çdo familje. Erdhën në munja në ardhavunja 3 saat aty, instalimet nuk funksionojnë, një fjalë. Ato shtyllat janë deformuar me kretë betela. Nuk lihet ky popull pa drita këtë arsim, këtë kurrë të vështirë semina. Shef semina, ne pa punë, pa asgjë. Na kërkojmë me ne prunë sahat, me ne prunë librezat, edhe na me pagu lekin mbrënda ditë. Kjo është protesta e dytë që banorët e 8 godinave protestojnë. Ngërçe institucional, sipas banorëve, është tek drejtoria e konviktit, e cila nuk dënjon të marrë në konsiderat kërkesat e tyre, duke arritur gjendja deri në këtë pikë. Kena ardhje na interesua dhe nuk na jep kurrë një rrugëzidhje. Çfarë ka thënë drejtoria? Asgjë, nuk bajnë asgjë për sipër për jos. Thjesht na kanë thonë, ikni vazhdoni libre kutacioni. Na jena të gatshëm me pagu vëlla. Edhe sikur kanë nxjerr, sikur keni menxue, jena të gatshëm me i dhon tona lek. Në bazë të këtyre dokumentave të cilët janë prova e vetme që këta banor janë shumë të rregullt në lidhje me shtetin, por kanë qenë pikërisht drejtorat që janë ndruar këtu, ata që nuk kanë qenë shumë korrekt. E paguajmë lekun në ndërmarrje, i merr lek drejtori, shko ble shtëpi, ble makina, edhe ne ngelemi pa drita. Ky është problemi. Pasi ka 10 ditë që janë pa energji elektrike, pa ular dhe pa kushtet më jetike, protestat do të përshkallëzohen deri në bllokimin e rrugëve. Në dhjetor të vitit 2013, detyrimet e prapambetura të energjisë elektrike ju janë fshirë, por përsëri banorët e institutit nuk kanë energji, ndërsa në total, nga viti 2014 në vazhdim, banorët janë debitor ndaj OSHE-s në vlerën 142